Mbi 15 milion euro është vlera e pasurive të sekuestruara vetëm gjatë vitit 2015 nga Prokuroria e Vlorës. Pasuritë janë prona të paluajtshme, kryesisht troje në Bregdet, të cilat janë përfituar në mënyrë të padrejtë nga persona të ndryshëm me dokumenta të falsifikuara, por dhe pasuritë të vendosura nga veprimtari kriminale. Por kjo shifër e lartë sekuestrimesh nuk i përgjigjet asaj të konfiskimeve që i kanë kaluar në favor shtetit. Kjo pasi disa prej tyre zbllokkohen nga shkallët e gjyqësorit. Sipas statistikave zyrtare, vlera e pasurive të konfiskuara është në 2.380.000 euro, një shifër kjo tepër e ulët, krahasuar me vlerën e sekuestrove. Gjatë analizës së zhvilluar një ditë më parë, kryeprokurori Adriatik Llalla e vuri dhe një herë theksin te problemet me pronat, ku nënshkrua dhe një memorandum bashkëpunimi me institucione të tjera, që kishte në thelb evidentimin e gjithë falsifikimeve që janë bërë me pronat. Kjo nisëm vjen në kuadër të task force-së ngritur pak kohë më parë për dosjet e falsifikuara të pronave.